Bismillah, alhamdulillah, wa salatu wa salam ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, nabina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ejma'in. Allah në falenderojmë, selamet dhe salavatet qofshin për në të dashurin tonë Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, familjen e tij, shokët e tij dhe gjithë ata që e pasojnë atë deri në ditën e gjykimit. Vllazë ndarsen jemi duke folur në lidhje me Kur'anin, në lidhje me mallin për Kur'anin, dhe në dersin e kaluar kemi folur në lidhje me krizën tonë në raport me Kur'anin. Atë lidhjen e dobët që kemi në raport me Kur'anin, po ashtu nëse e kemi si lidhje, ndalemi vetëm tek leximi dhe pak thellohemi në kuptimin e tij, e më pak edhe në zbatimin e tij. E lemo ku mbetet rradha, domethënë që më jam mësuar dikujt tjetër. Kjo krizë na ndihmon që pastaj ta shërojmë vetveten, se personi kur nuk e din ku e ka sëmundjen, atëherë as nuk mundet mi gjetë diagnozën, as mi trajtu sëmundjen që e ka, dhe heq, atëherë edhe mu shëru prej asaj sëmundje. Kështu që ne gjithë kemi një krizë, dikush më pak, dikush më shumë në raport me Kur'anin. Andaj kjo seri e ligjëratave vjen si përpjekje që në mënyrë që t'i rikthehemi Kur'anit, me lexim të Kur'anit, me madhërim, me kuptim dhe me zbatim të tij. Sot do të flasim në lidhje me një temë shumë të rëndësishme që ka të bëjë me madhërimin tonë ndaj Kur'anit. A e dijmë na peshën e Kur'anit? A e dijmë na se çfarë madhështie ka shpallja e fundit të cilën Allahu i Lartësuar e ka zgjedhur për njerëzimin dhe e ka zbritur pejgamberit më të mirë dhe si është vula të gjithë pejgamberëve, në mënyrë që mi madhruna Kur'anin duhet ta dijmë peshën që e ka. Dhe fillimisht kjo ligjërat titullohet Fuqia e Kur'anit. Duhet ta kemi parasysh se Allahu i Lartësuar nga emrat e tij të bukur është El Qawi, është i gjithë fuqishmi, është më i forti. Nga cilësitë e Allahut të Lartësuar është fuqia dhe forca. Dhe fjala e Zotit, Kurani është fjala e Zotit e shpallur prej tij, është njëra prej cilësive të tij dhe Kurani ka fuqi të jashtëzakonshme. Ka fuqi të jashtëzakonshme. Dhe Allahu i Lartësuar për mi kuptuar për mi perceptuar se çfarë force ka Kurani, çfarë peshë ka Kurani, na ka sjell një shembull. Dhe atë shembull Allahu i Lartësuar ka përmendur në Kur'an. Dhe thot Allah: "Law anzalna hadha al-Qur'ana ala jabalin la ra'aytahu khashi'an mutasaddian min khashyati Allah." Sikur ne ta zbritnim këtë Kur'an mbi një kodër, mbi një mal, mbi një bjeshk, do ta shihje ti me sytë tu. La ra'aytahu. Allahu i Lartësuar ka përdorur shprehjen do ta shihje me sytë tu. Do ta shihje se si ajo bjeshk, ajo kodër, ai mal gjigant, që është për krijesave më të fuqishme të cilën Allahu i Lartësuar i ka krijuar në këtë botë, këtë kozmos. Kodra, mali, dhe këti e shën forcën e saj kur hip maja e kodrës dhe çfarë madhështie ka. Për këtë bjeshk, për këtë madhështi, Allahu i Lartësuar po thotë sikur t'ia zbrisnim Kur'anin kësaj bjeshke, do ta shihje të përulur, do ta shihje që coptohet në thërmia prej peshës së madhe të Kur'anit dhe nga frika prej Allahut të Lartësuar. Imam Kurtubiu, mufesiri i njohur, e sjell një paralele në lidhje me këtë ajet. Dhe thot, krahaso fuqinë e një kodrës dhe krahaso zemrën e një besimtari. Dhe Allahu i Lartësuar e ka zbritur Kur'anin tek Rasulullah sallallahu alaihi wasallam përmes Xhibrilit, dhe këtë Kur'an, këtë fjalë të Zotit ne e lexojmë. Allahu i Lartësuar po thotë që ky Kur'an, sikur t'i zbrisje një kodër, kish më bëu hije pluhur, kish më bëu thërmia, kish më ul kjo kodër për shkak të peshës së madhe të Kur'anit. Dhe thotë Imam Kurtubiu, vetëm është Allahu i Lartësuar që e ka forcu zemrën e besimtarit. E ka forcu zemrën e besimtarit. E ka fuqizu që mi përballu shpalljen e tij, se përndryshe s'kish mujt mi përballu. Nëse kodra s'mund e bën ball, atëherë qysh ka mundësi një zemër mi bëu ball shpalljen e Allahut të Lartësuar. Pra është Allahu i Lartësuar që e ka forcu zemrën e besimtarit që ta pret shpalljen e tij, ta meditoj, ta lexoj, ta reflektoj dhe të punoj në bazë të saj. Mirë po disa zemra janë të forta, disa zemra janë të egra, janë të ashpra, janë të mbuluara nga gjunahet, janë të forta për shkak të egoizmit, për shkak të mendjemasisë, për shkak të sëmundjeve të zemrës. Andaj edhe Kurani kalon mbi to sipërfaqësisht dhe nuk ja u lën shaj. Përndryshe, Allahu i Lartësuar na ka sjellur shembuj nga sahabët dhe nga njerëzit të cilët akoma nuk kanë qenë musliman në atë kohë, kurajshitët, idhujtar, mushrik, e kanë dëgjuar këtë Kur'an dhe njëri prej tyre ka thënë ka de qalbi an yatir. Gati që sa zemra nuk dash ti me mdal prej vendit, me fluturu zemra. Njëri ka thënë, apo me një shprehje tjetër ka thënë, gati sa zemra nuk më cuptu.
prej dëgjimit të Kuranit. Ky Kuran ka bo madhështi. Ky Kuran ka ndryshu dhe ka bo efekte të mahnitshme në zemrat e njerëzve. Mirë po vetëm atëherë kur e kanë ditë peshën e saj, vetëm atëherë kur e kanë kuptu se çfarë i bën Kurani, e jo vetëm u mjaftu me zëra të bukur melodik, se na kënaqi imami me zë të këndshëm, ndërsa nuk e dim as pe cilë sure ka lexu, e as cilat ajeti i ka lexu. Andaj edhe nuk është për mohabit që ndikimi i Kuranit në zemrat tona e në namazin ton, si para namazit, si pas namazit, është po ai namaz të jemi ne me po të ato njëjtat zemra. Nuk na kalon shaj. Për shkak se nuk e kemi kuptu. Për shkak se nuk ja kena ditë peshën se shpalljet të cilën sapo e dëgjuam në namaz, ajetet të cilat sapo i lexuam. Për dallim nga njerëzit të cilët e kanë vërtetuar një gjë të tillë, që ky Kur'an ka ndiku, dhe Allah i lartësuar po thotë se ky Kur'an më zbrit kodrave kish mi vohi e pluhur, kish më për ul nga madhështia e peshës së Kur'anit, nga frika prej Allahut të lartësuar. Andaj ky Kur'an duhet më ndikuar tek ne, se është ka fuqi. Allah i lartësuar po e përshkruan se është shpallje e rëndë, është shpallje me peshë të madhe. Andaj e shohim njëri prej në atë kohë ka qenë jo besimtar Walid ibn Mughira, Walidi i biri i Mughirës, i cili sapo i ka dëgjuar ajetet të cilën i ka dëgjuar nga pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, më njëherë i ka ndryshuar pamja, Dhe e shohim tek sahabët e tjerë, ju ka ndryshuar sjellja e tyre, ju ka ndryshuar botkuptimet e tyre, ju ka ndryshuar lidhjet e zemrës së tyre. Madje ka pas për njerëzve që kanë qenë tiran, kanë qenë arrogant, kanë qenë të ashpër, qysh në moment e kanë dëgjuar fjalën e Zotit, me të dëgjuar një sure të vetme. Ne po lexojmë komplet Kur'anin s'po na lën shaj. Ata një sure e kanë lexuar, disa ajete i kanë dëgjuar për pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, ajo tirani ju ka kthyer në modesti. Ajo egoizëm ju ka kthyer në bujari. Ajo vetpëlqim ju ka kthyer në përulje prej Allahut të lartësuar. Pra, sahabët na kanë vërtetuar neve që ky Kur'an i ka ndryshuar ata. Pse s'po na ndryshon edhe neve? Kur'ani e ka një forcë, Kur'ani e ka një fuqi të jashtëzakonshme. Madje ndryshimin që jo ka bërë sahabëve e kanë vërtetu edhe njerëzit e tjerë kur i kanë pa. Sahabët, për ndryshimin të madh që ju ka bërë Kurani në brendësinë e tyre, dhe pasi që ju kanë ndryshuar zemrat e tyre, shpirtin e tyre, kanë reflektuar që ky ndryshim jashtë, kur kanë dalë në Sham e në vende të tjera, në Persi në asaj kohe, kur janë çliruar vendet islame në çlirimet e para, në periudhën e halifëve të drejtë, të Abu Bekrit, e Omerit, e Uthmanit, e Aliut, e kështu me radhë, kur i kanë pa njerëzit, kanë thonë këta janë adhurues të mëdhenj të Allahut të lartësuar. Këta janë pasues të pejgamberëve. Madje krishterët i kanë përshkruar, kanë thonë këta po na përkujtojnë më shumti havarijunet e Isës. Qysh i kemi gjetë në Teuratën e Injil që janë përshkruar. Qysh i kemi gjetë havarijunet që janë ndihmëtarët e Isës, të birit të Mërjemës, pejgamberit të dashur të Allahut të lartësuar, kur i kanë pa sahabët për uljen e tyre, për kushtimin e tyre në adhurim, sakrificat që i kanë pas, kanë thonë këta po na përshkruajnë më së shumti havarijunet. Pra, Kurani ka forcë të jashtëzakonshme në ndryshimin e njerëzve. Ky ndryshim dhe kjo dukshmëri e ndryshimit është reflektim edhe i emrit të bukur të Allahut të lartësuar El Mubin, i qarti. Dhe nga ndikimi nga gjurmët e emrit të bukur të Allahut të lartësuar është që Allahu i lartësuar don që shenjat e fesë të tij të shfaqen tek të dashurit e tij, tek auliat e tij. Dhe nga auliat, nga robët e dashur të afërt të Allahut të lartësuar janë sahabët, dhe kjo është shfaqur tek sahabët. Një gjë tjetër çfarë e vrejim në forcën dhe në fuqinë e Kuranit është e vrejim ku pejgamberi sallallahu alaihi wasallam është lutur që Kuranin ta bëj pranverë të zemrave tona. Allahumma ij'al Qur'ana rabia qulubina. O Allah, Zoti jon, bëje Kuranin pranverë të gjoksave tonë, pranverë të zemrave tona. Nëse ndalemi pak të shprehjet rabia qulubina, e kuptojmë që arabie i kanë thënë shiut të parë që bjen pas dimrit, i cili bën me dal bimet dhe me ardh gjallëria në tokë. Po ashtu rabia i thojnë edhe pranverës që vjen si stin mas dimrit. Nëse ndalemi dhe e vështrojmë dhe meditojmë rreth pranverës, dhe ne sapo jemi dal pothuajse nga dimri dhe tash jemi hyrë në verë, pra sa kemi lënë pranverën, e shohim që thatësia e dimrit, ajo ftohësia e dimrit, ashpërsia e dimrit, dhe ku vyshket çdo gjë në tokë, dhe vjen pranvera e gjallëron komplet tokën. Dalin bimet, dalin frytet, gjallërohen pemët, pra ndryshon komplet gjendja, e shohim kuptimin
e saktë të cilën pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e ka lutur Allahun e lartësuar që Kur'anin ta bëj ndryshim të gjendjes së zemrave tona. Ashtu qysh e ndryshon pranvera gjendjen në tokë. Mas dimnit pranverën ne nuk është dikush që nuk e vren këtë ndryshim. Pra gjelbrimin që mbretëron dhe gjallërinë që i jepet tokës kur vjen stina pranverës, pejgamberi jon sallallahu alaihi wasallam është lutur që Kurani të bëhet pranverë e zemrave tona. Gjithashtu çfarë vlen të theksohet për fuqinë e Kuranit është që sahabeve ju ka mjoftuar një sure vetme që të bëj çuditëra tek ata në aspektin e ndryshimit për mirë. Thot Abdullah ibn Umeri radhiyallahu anhuma, Allahu qoftë i kënaqur me ta, thot kunna sadra hadhihi al-umma, ne kemi qenë të parët e këtij ummeti. Pra brezi i parë janë sahabët. Wa kana ar-rajulu min khiyari ashabi Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ma ma'ahu illa suratu min al-Quran aw shibha dhalik. Ne jemi gjenerata e parë e ummetit islam. Po thot Abdullah ibn Umeri. Dhe thot ka pasur nga sahabët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam që kanë qenë njerëzit më të mirë, ndërsa me ta nuk kanë pasur nga Kurani me veti, më shumë se sa një sure apo të ngjashme me të. Një sure apo të ngjashme me të dhe ka bërë çuditëra të ky sahabi. Ka bërë çuditëra të ky sahabi. Wa kana al-Qur'anu thaqilan alayhim wa ruziqu al-amala bihi. Dhe këtu është ai çelësi i kësaj thanie të Abdullah ibn Umerit. Kurani po thotë ka pas një peshë të madhe tek sahabët. Ka pas një madhështi në zemrat e tyre. Ka pas një fuqi të jashtëzakonshme në ta. E kanë madhruar ata, andaj thotë ju është furnizuar dhe i lecu me punën e pas të Kuranit. Abdullah ibn Umeri tash e përshkruan gjendjen tonë. Wa inna akhira hadhihi al-umma, në fund të këtij ummeti, yukhaffaf alayhim al-Quran. Kurani bëhet një gjë e lehtë. Nuk i vjen shumë e rëndë. Madhështia ati, nuk e madhrojnë, nuk e përjetojnë madhështinë e Kuranit, nuk e përjetojnë fuqinë e Kuranit. Hatta yaqra'uhu as-sabi wal a'jami fala ya'maluna bihi. Atë sa lexon i vogli, madje edhe i huaj që nuk e kupton arabishtën, mirë po si pasojë e kësaj është që nuk punojnë me të. Andaj e shohim që në kohën tonë lexon Kur'an edhe i vogli, lexojmë edhe ne të cilët nuk e njohim arabishtën dhe pak ndalemi te kuptimet e Kuranit që ta shikojmë se çfarë po dëshiron Allahu i lartësuar nga kjo sure për meje, çfarë po dëshiron Allahu i lartësuar nga ajetet të cilat i lexoj imamin në namaz të akşamit. Çfarë kërkohet nga ne apo nga cila sure lexoj, që të kthehemi pas namazit, ta shikojmë cilat ajete i lexoj vallë, që të kthehemi te tefsiri dhe ta shohim se çfarë kuptimi ka ky ajet. A mos Allahu i lartësuar është ka kërkon diçka nga unë që ta zbatoj? A mos është ka kërkon diçka nga unë që të reflektoj dhe ta respektoj ndonjë ndalesë? Gjitha kjo është nga mos madhrimi jon i Kuranit dhe mos konsiderimi i peshës së madhe të Kuranit. Po ashtu thot Hasan al-Basri, thot wallahi ma anzala Allahu aya illa ahabba an ya'lama fima unzilat wa madha uni'a biha. Thot Hasan al-Basri, wallahi betohet në Allahun. Ky dietar i madh, ky adhurues i madh, ky zahid i madh, kolos i madh i fesë islame, thot wallahi pasha Allahun nuk ndodh që Allah i lartësuar me zbrit një ajet vetëm se don për robëve të tij ta kuptojnë për çka është zbrit ai ajet dhe cila punë kërkohet të zbatohet nga ky ajet. Mirë po, problemi tek ne është vllazën që zemrat tona i kanë mbulu perdja gjunahave. Allah i lartësuar thot wa minhum man yastami'u ilayk وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا. Allah i lartësuar thot disa prej tyre e dëgjojnë. Pra dhe ne po dëgjojmë fjalën e Zotit. Mirë po mjaftohemi vetëm me dëgjimin e fjalës së Zotit. Allah na ruaj. Ky është hapi i parë. E dëgjon, tash duhet munal mi qyr cili është kuptimi i këtyre ajeteve të cilat sapo i dëgjuam. Ne e lexojmë Kur'anin, po pak po nalemi te kuptimet e tij. Thot wa minhum man yastami'u ilayk waj'alna ala qulubihim akinna. Kena vendos në zemrat e tyre perde, që e mbulon zemrën dhe e pengon nga kuptimet e saj, nga kuptimet e ajetit. E yafqahuhu wa fi adhanihim waqara. Dhe kemi vendosur sikur pambuk në veshët e tyre që e pengon dëgjimin e tyre. Pra ata dëgjojnë, mirë po ky Kur'an mbetet si melodi në veshët e tyre dhe nuk dëpërton në zemrat e tyre. Dhe kjo si pasojë e gjunaheve tona. Për dallim nga selefi, të cilët njëri prej tyre thot ad-Darani, njëri prej dietarëve, prej kolesve, prej adhuruesve të mëdhtë të Allahut të lartësuar, thot rubama aqamtu fil aya al-wahida 5 layalin. Ndodh që me një ajet të vetëm mund dal 5 net të tëra. Me një ajet, jo dytin tretë, një ajet, 5 net të tëra me meditu për to. Dhe thot walaula anni ba'da
ud'i al-fikr fiha, sikur thot mos ta kapërsesha këtë ajet, sikur mos ta lejsha meditimin e këtij ajetit, nuk kisha mi te kalu këtë ajet fare. Thot wa rubama ja'at al-aya min al-Qur'ani tutiru al-aql. Ndodh që një ajet i vetëm mi lexu dhe mi meditu dhe mi përsërit për 5 net të tëra. Për net të tëra ndodh saqë me ta marr mendjen, me të shku mendja komplet. Mi hub mend për shkak çudis, për shkak të madhështisë së peshës dhe fuqisë së madhe të kuptimeve, saqë ndodh po thot me t'i marr mend komplet, me ta largu mendjen për shkak të peshës së madhe. Pra sikur dikush që tronditet për një lajmi, saqë hub, gati sa çmendet. Mirë po, për shkak të peshës së madhe, po thot ky dietar, po thot fa subhanalladhi raddahu ilayhim ba'd. I lartësuar është Allahu i cili na e kthen mendjen, pra na ruan nga çmendia për shkak goditjeve, për shkak të peshës së madhe të shpalljes së Allahut të lartësuar. Dhe ne e shohim që lexojmë Kur'anin me shumë qetësi dhe me shumë prehje për dy arsye. Një, kthehemi tek fjala e Imam Kurtubiut, që Allahu i lartësuar na i forcon zemrat dhe na i forcon zemrat dhe na e mbron mendjen që kur ta lexojmë ajetin dhe i shohim kuptimet e saj, që ti përjetojmë dhe ta lutim Allahun e lartësuar për mëshirë, e të kërkojmë falje për gjinoha, dhe kjo është nga mëshira dhe butësia e Allahut të lartësuar. E dyta është për shkak të neglizhencës së zemrave tona. Andaj ne e hapim Kur'anin nga Fatiha deri te Surja Nas dhe e shohim që jemi po ai njeri. Dhe pothuajse më shumë afër jemi për shkak të neglizhencës së zemrave tona. Padyshim është edhe rujtja e Allahut të lartësuar nga zemrat tona, mirë po jemi larg kuptimeve dhe madhërimit të shpalljes së Allahut të lartësuar. E shohim në anën tjetër që ta kurojmë këtë problem, ta madhrojmë shpalljen e Allahut, ta shohim dhe ta përjetojmë fuqinë e Kuranit, e shohim që dietarët e kanë përmendur edebet dhe normat se çysh duhet me u qas Kuranit. Jo sikurse mi hap një rrjet social, sikurse mi hap Kuranin, nuk është e njëjtë. Andaj e shohim për dietarëve, El Xhurri, po ashtu Imam Nevaviu, dietarët e tjerë kanë përmendur edebe që qysh mi u qas Kuranit për mi marr shpalljen, udhëzimet, mi përthith që ato udhëzimet dhe shërimin e Kuranit, duhesh mi u qas ndryshe. Kam përmend për tyre, a marr avdes, mi përdor misvakin dhe mi pastru gjuhën para se mi kap mushafin. E kam përmend po ashtu mi zgjedh një vend të përshtatshëm për leximin e Kuranit, një kohë të përshtatshme dhe me mënyrën e uljes që qysh mi lexu mushafin dhe qysh mi lexu Kuranin, pastaj me kërku mbrojtje prej shejtanit, me fillu leximin e Kuranit me bismillah. Dhe të gjitha këto i kam përmend dietarët, mënyrë që ta madhrojmë shpalljen. E kur pastaj ngjyroset zemra jonë, kur zemra jonë për ullet dhe mësohet mi madhru shpalljen e Allahut, atëherë të bëhet madhrimi i shpalljes së Allahut të lartësuar në çdo gjendje dhe në çdo rrethan dhe në çdo kohë. Dhe e shohim që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e ka lexuar Kuranin në çdo gjendje. Madje e ka lexuar Kuranin duke qenë me kokën e tij fisnike në prehrin e bashortës së tij Aishës radhiyallahu anha dhe ka lexuar Kuranin. Mirë, por kjo ka ndodhur për shkak të madhrimit të tij të shpalljes në çdo gjendje. Andaj ne për mi madhru fjalën e Zotit, me na godit që kjo fjala, fuqia e Kuranit, duhet të ndalemi me Kuranin dhe ta madhrojmë shpalljen e Allahut të lartësuar, që pastaj Allahu i lartësuar të na shpërblej dhe pastaj Allahu i lartësuar të na jep sukses, që ta madhrojmë fjalën e Zotit. Më doni mi pa një shembull praktikisht çysh e kanë madhruar sahabët shpalljen e Zotit. Mënyrë që ta shohim ku jemi, mënyrë që mos të rrehim gjyks se jemi afër aty, apo që jemi në garë me ta, dhe ta kuptojmë ku është realiteti jonë. Mënyrë që ta shërojmë. Na mujmë ja bosh çefin vetit, mujmë ja borraf vetit që jena shumë mirë. Alhamdulillah. Kjo është fillimi me menu që je mirë, po tash duhesh mi dëshmu tek Allahu i lartësuar me vepra. Njëra prej transmetimeve që sa herë ta lexoj ngodet dhe e kuptoj ku është gjendja jonë, edhe ti do ta shehësh në vijim. E transmeton Imam Muslimi në sahihun e tij nga Abu Huraira që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thot kur ka zbritur ajeti lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Allahu t'i takon sundimi dhe pushteti i gjithë asaj çfarë ka në qiell dhe çfarë ka në tokë. Wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibukum bihi Allah. Nëse e mbani të fshehur ato çfarë keni në gjoksat e juaj, apo e qitni në pa, do t'ju merr Allahu i lartësuar në llogari. Fa yaghfiru liman yasha wa yu'adhibu man yasha wallahu ala kulli shay'in qadir. Allahu i lartësuar këtë doj e fal
Kënd të don Allahu e fal, kënd të don Allahu e dënon, Allahu është i gjithë fuqishëm për çdo gjë. Sahabët kur kanë dëgjuar këtë ajet, kuptimin e këtij ajeti, pra jo vetëm leximin e këtij ajeti dhe bukur leximin e këtij ajeti me tajvid, melodinë e bukur të leximit të imamit, kuptimin e këtij ajeti janë ndal çta sahabe, të cilët merrni me mend, e kanë dhënë komplet pasurinë për pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Kanë agjëru, kanë dhënë zakat, kanë marrë pjesë në xhihad, s'kan lënë vepër pa kry. Çeta sahabe që janë fal me net të tëra në këmbë, kur e kanë lexuar çet ajet, janë shkuar te pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, më thonë ja Rasulullah, jemi ngarkuar me vepra, namaz, sadak, agjërim, hax, zakat, xhihad, këto i përballojmë. Çeta s'po mujmë i përballu. Ku s'po mujmë i përballu? S'po mujmë i përballu leximin e këtij ajeti apo kuptimin e këtij ajeti? Është në pyetje kuptimin e këtij ajeti. S'po mujmë i përballu sahabët të cilët i kanë thonë ansarët e Resulullahit sallallahu alaihi wasallam, ne nuk themi çu i kanë thonë banu Israilit Musait, shko ti me Zotin tënd lufto. Shko ti, na namasteje. Mësia detit namasteje kena marrë. Ku dush ja Rasulullah, jemi gjendje me sakrifiku gjithçka. Që ta sahabë janë shkuar te pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dhe i kanë thonë, la nutiq, s'po mujim. Dhe qëta nuk e kanë pas fjalë goje, me të vërtet nuk kanë mujt. Nuk kanë mujt mi shqiptu që ajet, për shkak të peshës së madhe. Dhe ju në gjunizu, kanë rënë në gjun. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam i ka orientu dhe i ka udhëzu, i cili është i mëshirshëm për umetin e tij dhe është mëshirë për mbar njerëzimin, ju ka thonë mos thuni që kanë thonë ehlu kitabi sami'na wa asa'na, dëgjuam dhe refuzuam. Thuani sami'na wa ata'na, dëgjuam dhe u nështruam dhe respektuam dhe u bindëm. Ju jeni rob, nuk ka të ju liri zgjedhje, ka ardhur urdhri bindju, pa diskutim, pa filozofu. Thuaj sami'na wa ata'na, ghufranaka rabbana wa ilayka al-masir. Dëgjuam dhe u nështruam, kërkojmë falje o Zoti jon, tek ti është kthimi jon. Sahabët janë ndalë, pasi që gjuha atyre e ka përballu këtë kuptim. Pra për cilin kuptim është fjala? Që Allah i lartësuar me na marrë në llogari atë çfarë e kemi në brendësi dhe atë çfarë e qesim jashtë. Hajde ato çfarë qesim jashtë ka një farë kuptimi, po me na marrë Allah i lartësuar në llogari edhe për jetët tona, edhe për mendimet tona, edhe për dyshimet që na vijnë, ta nuk kanë mujt në përballu sahabët radhiyallahu anhum ejma'in. S'kan mujt në përballu. Andaj kanë lyp te Rasulullah sallallahu alaihi wasallam një farforme të lehtësimit. Mos ka ndonjë zgjidhje. Apet Rasulullah sallallahu alaihi wasallam në këto çaste kritike e ka shfrytzuar rastin që mos më përngjasu ehlu kitabit. Mos ju ngjasoni ehlu kitabit. Mirë po, ju jeni tjetër umet. Ju jeni rob të Allahut të lartësuar, Allahu i lartësuar ju ka përzgjedhur me Resulullahin, ju ka përzgjedhur me Islamin, me Kur'anin. Juja është me thonë sami'na wa ata'na, ghufranaka rabbana wa ilayka al-masir. Dëgjuam dhe u bindëm, falna o Zot, tek ti është kthimi jon. Pastaj Allahu i lartësuar e ka zbritur leximin. Ama e ka zbritur leximin kur sahabët e kanë vërtetu këta. E kanë vërtetu që të kuptim dhe ju kanë nështru Allahu të lartësuar, pastaj ka ardhur në hadith, ju janë zbutur gjuhët e tyre në leximin e ajetit. Është fjala për leximin e qëti ajetit të cilën sapo lexuam vetëm shkronjat me lidh, me tajvid e me zë të bukur? Jo, diku i ngjason. Sikur dikush i ka ardhur urdhri pi gjykatës dhe në atë urdhër shkruhet ekzekutimi yt. Kur e merr lexon ti, aty shkruan ti ki më vrarë në filon ditën. Ti e din, e kupton. Po pesha e këtij urdhri nuk mundesh me shqiptu. Sahabët i kanë ngjasu këtij ajetin këtë formë. Sikurse dikush e lexon ekzekutimin e tij apo me burgim të përjetshëm. Nuk kanë mujt me përballu kuptimin e këtij ajeti. Pastaj kanë kërkuar lehtësimin të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ju ka thënë dhe ka zbritur lehtësimi prej Allahut, la yukellifullahu nafsan illa wus'aha. Allahu i lartësuar nuk e ngarkon një person, një shpirt më ata ka smujt një përballu. Laha ma kasabat wa alayha ma iktasabat. Do ta ketë shpërblimin për veprat e tij, të mira që i bën dhe për gjunahet, barrën e gjunaheve të cilat i bën. Mirë po, Allah i lartësuar nuk na merr në llogari nga mëshira e tij dhe butësia e tij dhe mëshiria e tij për njetet dhe qëllimet tona përderisa ato nuk i përkthejmë në vepra, Këtu e shohim madhështinë e Kuranit dhe këtu e shohim madhërimin të cilën
sahabët ja kanë bë Kuranit, andaj dhe ky Kuran dhe fuqia e tij Kurani i ka ndryshuar këta sahabe. Andaj dhe ne pengohemi nga ndryshimi për shkak se e lexojmë ajet pas ajeti dhe e kalojmë me ftofsinë më të madhe. Thuti është ndonjë mesazh pi miqve tan. Është mesazh për Rabbul Alaminit, krijuesit të qiejve dhe të tokës, krijuesit të çdo gjëje. Ta ka zbrit shpalljen dhe këtë shpallje e ka marrë përsipër me rujt deri në ditën e gjykimit dhe ti e lexon ashtu siç ka zbritur Resulullah sallallahu alaihi wasallam pe Xhibrilit. Andaj duhet të madhru këtë shpallje, se kjo shpallje ka një fuqi të jashtëzakonshme, i ka ndryshuar ata sahabe, jo ka ndryshuar ato zemrat, është e aftë dhe e fuqishme që më të ndryshua edhe ty. Jo vetëm ty, po mbar njerëzimin. A shohim pastaj që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam është lutur që Kur'anin, përveç që ta bëj pranverë të zemrës, ka thënë: "Waj'al al-Qur'ana rabi'a qalbi wa nura sadri." Dhe dritë e zemrës, dhe dritë pranverë e zemrës dhe dritë e gjoksit. Wa jala'a huzni wa dhahab hammi, dhe largim, shporje e brengave dhe e mërzisë. Ibn Qayyimi në lidhje me këtë dua e ka bërë një koment jashtëzakonisht të bukur. E mahnitshme. Thot Ibn Qayyimi rahimahullah, thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam këtë lutje ja ka mësuar sahabeve çush ja ka mësuar surët e Kuranit. Është lutje e mirënjohur që Allah e lutet Allahu i lartësuar përmes emrave të tij të bukur, cilësive të tij të larta, përmes atyre emrave që Allahu i lartësuar ja ka mësuar robërve të tij apo i ka mbajtur të fshehur në dijen e tij. Dhe në fund bëhet kjo lutje: "O Allah, bëje Kuranin pranverë të zemrave dhe treguam se cili është kuptimi i pranverës." Mirë, po pse e ka zgjedhur Kuranin të bëhet pranverë e zemrës? Që është burim i lumturisë, burim simbolik e gjallërisë, e jetës. E nuk e ka përmend diçka tjetër, nga se kur Kurani zëvend në një zemër, aty mo nuk e përfshihet nga brengat, nga mërzijat asnjëherë. Për dallim që nëse mërzia e brengat të largohen përmes çështjeve të dunjas, pasuri, fëmijë, karrierë, pushtet. Momentin që ato të largohen, atë të kthehet edhe brenga, e mërzia, e derti, e telashet. Për dallim nga Kurani, kur Kurani zëvend, pavarësisht statusit që ti e ke në dunja, pavarësisht gjendjes ekonomike që e ke, pavarësisht pozitës që ti e ke, kur Kurani zëvend dhe e shpor pra brengat për të ardhmen dhe mërzin për të kaluarën dhe dertin për të tashmen, atëherë zëvend lumturia në zemrën tënde. Dhe nuk brengosësh, nuk mërzitesh mo asnjëherë. Këtë e kuptim e përmend Ibn Qayyimi në lidhje me këtë dua. Gjithashtu e shohim që kush merret me Kur'an, nga fuqia e Kur'anit është që kush merret me Kur'an dhe pastaj shoqërohet kuptimit të Kur'anit me sunet, i mjafton për dije. Dhe këtë e gjejmë te Ali ibn Abi Talib, Allahu qoftë i kënaqur me të, halifja i drejtë, dhëndri i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, djali i Hazrat pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, e përmend këtë përshkrim për njërin prej sahabeve që është nga më të diturit për sahabeve, që është Abdullah ibn Mas'udi. Thot: "Qara al-Qur'ana thumma waqafa 'indahu wa kufiya bih." E ka lexuar Kur'anin, e ka mësuar Kur'anin, ka punuar me Kur'anin dhe është ndalur në kufit e Kur'anit, wa kufiya bih, dhe i ka mjaftuar Kur'ani. I ka mjaftuar Kur'ani aq sa është bë nga më të diturit për Kur'anin dhe për atyre që kanë punuar më së shumti me Kur'anin dhe më i njohuri për kuptimet e Kur'anit. Andaj kush e dëshiron dijen, let t'i përkushtohet Kur'anit, e së bashku me Kur'anin, që mi kuptu kuptimin e Kur'anit, dush mi kthy sunetit, që është komentimi më i saktë për Kur'anin, atëherë kjo do të mjafton si dije, Gjithashtu e kemi përmendur një thënie të Abdullah ibn Mas'udit edhe në dersin e kaluar, edhe një thënie tjetër do ta përmendim në dersin e sotëm. E shënon ad-Darimi një ether që Abdullah ibn Mas'udi ka thënë: "Akthiru tilawat al-Quran qabla an yurfa." Shtoni leximin e Kuranit para se të ngritet Kurani. Siç e dini, Kurani para ndodhisë së Kiametit do të ngritet tek Allahu i lartësuar. Do të ngritet ajo çfarë kanë në zemra njerëzit dhe pastaj do të ngritet ajo prej mushafeve dhe kjo është për afërt me kohën kur do të shkatërrohet çavja dhe atëherë vetëm se lind dielli nga lindja
nga perëndimi dhe perëndon në lindje dhe jep leje Allahu i lartësuar ndodhisë së kiametit. Thot Abdullah ibn Mas'udi, thot ekthiru min tilawati al-Quran. Shtoni leximin e Kuranit para se të ngritet Kurani. I kanë thënë hadhihi al-masahif turfa, ngritën edhe mushafet. Nëse ngritën mushafet, shka për Kuranin që e dinë përmendsh njerëzit në gjoksat e tyre. Thot Abdullah ibn Mas'udi, yusra alayhi laylan fa yusbihuna minhu fuqara. E ka përdorur shprehjen fuqara. Për një natë të tyre ju ngritet ajo çfarë kanë në gjoksa dhe zgjohen në mëngjes fuqara. Për kam po përmend Abdullah ibn Mas'udi fuqara, që në gjendjen tonë, mentalitetin materialist tonin, është i varfër ai që nuk ka të hyra, nuk ka patundshmëri, të na ç'ky është fukaraja, ai që s'ka mundësi të hyra, s'ka pagë kështu me radhë. Abdullah ibn Mas'udi, fukara është ai që nuk ka në gjoksin e tij asnjë ajet për ajeteve të Kuranit. Po thot, një net për netëve do të zgjohen dhe në gjoksat e tyre nuk do të ketë asgjë nga Kurani. Wa yansawna qawla la ilaha illa Allah, e harrojnë edhe shahadetin la ilaha illa Allah. Wa yaqa'una fi qawli al-jahiliyya wa ash'arihim, dhe bijnë në fjalët e periudhës së ignorancës dhe në thënjet e tyre. Wa dhalika hina yaqa alayhim al-qawl, dhe kjo është atëherë kur ngritet Kurani, Abdullah ibn Mas'udi po na tregon neve që së pari do të largohet leximi i Kuranit. Pse po insiston Abdullah ibn Mas'udi që të lexohet Kurani? Lexohet Kurani se në atë kohë e kanë kuptuar njerëzit Kuranin, e kanë ditur gjuhën arabe. Shtoni leximin e Kuranit, që ta kuptoni Kuranin, e kur ta kuptoni Kuranin keni zbatuar Kuranin, edhe keni mësuar mi mbajt në gjoksa. Nga se do të vjen një kohë kur do të ngritet Kurani tek Allahu i lartësuar. Do të ngriten mushafet. Mirë po, ngritja e mushafave i paraprin një gjenerate që nuk e ka zbatuar Kuranin. Që nuk e ka kuptuar Kuranin, nuk ka vepruar me Kuran, e ai që vepron me Kuran, rrjedhimisht ai nuk e ka kuptuar Kuranin, nuk e ka madhruar Kuranin, që ajo fuqi e Kuranit që i ka ndryshuar sahabët, një brez ka më ardhur që nuk e kupton Kuranin, se lexon Kuranin, nuk e zbaton Kuranin, atëherë Allahu i lartësuar e shkatron dunjan, e këtu e shohim edhe njëra nga fuqia e Kuranit është që është sebeb për rujtjen e dunjas. Allahu i lartësuar do ta ruan dunjan përderisa do të jetë Kurani i gjallë në mesin e besimtarëve, që e lexojnë, që e kuptojnë, që e meditojnë, që punojnë me të, edhe janë mushafet, jo vetëm fizikisht, po lexohen, punohen edhe qiten në praktik. Nga se do të vjen një kohë kur do të braktiset leximi, do të braktiset kuptimi dhe do të braktiset punimi me të. Andaj ka ardhur një hadith ku thot Abdullah ibn Mas'udi prej edhe Abdullah ibn Amr ibn As, që thot la taqumu as-sa'a hatta yarji'a al-Qur'anu min haythu nazal. Nuk do të ndodh kiameti derisa të kthehet Kurani qysh prej kur ka zbritur. Andaj vëllazën, kjo është një thirrje që ta kuptojmë që pesha e Kuranit është e madhe. Është një thirrje që ta shohim që fuqia e Kuranit është madhështore. Mirë po, e vetmi ajo që ka kërkohet prej nesh është që t'i kthehemi madhërimit të shpalljes, madhërimit të kuptimeve, madhërimit të leximit, sikurse në gjendje, sikurse kur ta kapim mushafin, ta shohim që ina ka e madhrojmë Allahun i lartësuar, të sheh Allahun i lartësuar sinqeritet në zemrat tona, që ne jemi ka madhrojmë fjalën e Zotit. E madhrimi i fjalës së Zotit është madhrimi i Allahut të lartësuar. Kur ta marrim mushafin, të caktojmë një kohë të përshtatshme për leximin e fjalës së Zotit. Ku nuk na hyjnë notifications të rrjeteve sociale, ku nuk na hyjnë njerëzit me na pengu. Ta vendosim një kohë para namazit, pas namazit, ku ndalem me disa çaste, tu e lexu Kuranin, tu e mësu Kuranin përmendsh. Pse e kemi larguar nga mendja mësimin e Kuranit përmendsh? Madje kanë thonë dietarëve që të gjithë njerëzit ju përmbyllen veprat në jetën e kësaj bote. Ndërsa hafizit, ai që din ajete përmendsh nga Kurani, do t'ju mundsohet të bëj vepra edhe në ditën e gjykimit. Qysh? Ka në hadith ku lexuesit e Kuranit do t'i thuhet ikra wartaqi, lexo dhe ngritu. Pozita jote në xhenet do të jetë tek ajeti i fundit që do ta lexosh. Pse Allah ke larguar nga mendja mësimin e Kuranit përmendsh? Shko tek imami i xhamis, shko tek hoxha dhe fillo me mësimin qoftë një ajet, qoftë një fjalë, qoftë një rresht nga Kurani. Me kalimin e ditëve
Me kalimin e viteve, kalojnë 10 vite, 20 vite, 30 vite, 40 vite, ku e din ti sa Allah i lartësuar të ka caktuar jetë, dhe ti e ki Kur'anin në gjoksin tënd. Dhe ti e kupton Kur'anin, e zbaton Kur'anin dhe ja mëson të tjerëve dhe bëhet dritë për ty, bëhet pranverë për ty në jetën e kësaj bote, në varr dhe në ditën e gjykimit. E lutim Allahun e lartësuar, me emrat e tij të bukur dhe të cilët e tij të larta, që Kur'anin ta bëj pranverë të zemrave tona, ta bëj dritë të gjoksave tonë dhe largim të brengave dhe të mërzive tona. Aqulu qawli hadha wastaghfirullaha li wa lakum fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim.